Organizatat jo fitimprurse që deklarojnë të dhëna të pavërteta apo nuk deklarojnë ndryshimet e të dhënave, do të gjobiten me 60.000 lekë. Ministria e Drejtësisë ka nxjerrë për konsultim publik ndryshimet ligjore, që sipas relacionit shoqërues, adresojnë problematikat e konstatuara nga gjykata kushtetuese në një vendim të vitit 2023. Përmes këtij vendimi, kjo gjykatë ka shfuqizuar detyrimin e organizatave jo fitimprurse për të regjistruar, kompetencën e kancelarit për të shqyrtuar regjistrimet e tjera, si dhe masat administrative për shkeljet sipas ligjit. Në lidhje me masat administrative, gjykata kushtetuese ka konstatuar se marzhi përcaktuar nga 0.1% deri në 1% nuk plotëson standardet lidhur me qartësinë e normës juridike, për sa i përket kuptimit dhe përllogaritjes së gjobave mbi të ardhurat vjetore të deklaruara të organizatave jo fitimprurse, duke i bërë këto ndëshkime për nga natyra e tyre arbitrare. Pashtu sipas gjykatës ato janë të paparashikueshme, për sa kohë që nuk është e qartë se si do të zbatohen në drejtim të përcaktimit të shkeljes më të lehtë ose më të rëndë, në mungesë të faktorëve ose kritereve të tjera që mund të çojnë në një ndryshim të masës së gjobës. Nga ana tjetër, dhe përcaktimi i gjobës në masën minimale prej 30.000 lekësh konsiderohet për të njëjtat shkaqe, si një masë jo proporcionale në lidhje me synimin që kërkohet të arrihet, thuhet më tej në vendim. Ndërkaq, sipas relacionit shoqërues të hartuar nga Ministria e Drejtësisë, për përcaktimin e gjobës prej 60.000 lekësh është mbajtur në konsiderat masa administrative që parashikon ligji për regjistrimin e biznesit për të njëjtat shkelje që lidhen me deklarimet e pavërteta apo mos deklarimin e të dhënave.